Zakonet më të dëmshme të gjumit për të moshuarit. Shmangni këto 3 gabime. A e dini që disa zakone të gjumit që duken të pafajshme mund të dëmtojnë seriozisht shëndetin pas moshës 60 vjeçare? Pagjunësia, lodhja gjatë ditës, madje edhe probleme me kujtesën shpesh nuk vijnë nga mosha, por nga këto gabime të zakonshme para gjumit. Në këtë video do t'ju tregojmë gabimet më të dëmshme të gjumit për të moshuarit dhe si t'i shmangni ato për një gjumë më të thellë dhe më të shëndetshëm, sidomos edhe gjatë natës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të moshuarit shpesh bëjnë disa gabime që duken të zakonshme. Ja cilat janë disa prej tyre të cilat mund t'ju shkaktojnë edhe çrregullime të shëndetit. Orari i çrregullt i gjumit. Shumë të moshuar nuk mbajnë një orar të rregullt për të fjetur dhe për të zgjuar, duke bërë që orët e gjumit të luhaten në çdo mbrëmje. Një zakon ky që ndikon në cilësinë e gjumit dhe në ritmin e tyre kardiak. Kjo çon në pagjumësi dhe lodhje të përditshme gjatë ditës, citon Sleep Foundation. Ky është një nga gabimet më të mëdha jo vetëm për të moshuarit, por për të gjitha moshat. Nëse doni që të keni një gjumë me orare të rregullta, atëherë përpiquni që të flini çdo mbrëmje në të njëjtën orë dhe zgjohuni në mëngjes në të njëjtën orë. Kjo do të ndihmojë të keni një aktivitet më të mirë gjatë ditës dhe një organizëm më të shëndetshëm. Përdorimi i ekranit para gjumit është një gabim tjetër që të moshuarit e bëjnë zakonisht. Shkëlqimi i ekranit, si smartphone, TV, tablet, para se të shtriheni në shtrat mund të shtyjë trurin tuaj të qëndrojë aktiv, duke vështirësuar fjetjen dhe duke reduktuar gjumin e thellë. Një zakon që është pranuar gjërësisht i dëmshëm edhe të moshuarit, citon Healthline. Ndaj, nëse doni që të keni një gjumë cilësor dhe të pandërprer gjatë natës, shmangni përdorimin e dritës blu të smartphone-it, televizorit ose tabletit të paktën një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do ju ndihmojë të që keni një aktivitet më të mirë të gjumit gjatë natës. Konsumi i substancave që shqetësojnë gjumin, si për shembull pirja e tepërt e kafes, alkoolit dhe pijeve të duhanit, shumë afër gjumit mund të ndërpresin ciklin e gjumit dhe të zvogëlojnë cilësinë e tij, duke e bërë më të vështirë fjetjen ose qëndrimin në gjumë, citon Sleep Foundation. Nëse doni të keni një gjumë të pandërprer gjatë natës, shmangni të paktën 6 orë para gjumit pijen e konsumit të kafeinës, alkoolit dhe gjithashtu kjo do ju ndihmojë të keni një cilësi më të mirë të gjumit. Mungesa e rutinave të qetësimit përpara gjumit bëhet tjetë shkaku kryesor i problemeve të cilësisë së dobët të gjumit, citon Healthline. Shumë të moshuar nuk ndjekin një ritual relaksues para gjumit, si leximi, zgjimi i telefonit ose aktivitete fizike të shpeshta në mbrëmje. Kjo mund të bëjë trupin tuaj që të qëndrojë zgjuar dhe të jetë më pak gati për të fjetur. Nëse doni që të keni një gjumë të pandërprer, atëherë bëni rituale të cilat ju ndihmojnë që të flini më rehat. Shmangni gjithashtu përdorimin e telefonit, aktivitetet e forta fizike dhe përdorimin e pijeve të forta. Ngritja nga shtrati gjatë natës pa qenë e nevojshme mund të jetë një nga arsyet kryesore pse gjumi juaj është vërtet i dobët. Zgjerimi i frekuencave të zgjimit gjatë natës për aktivitete si pakënaqësia ose shqetësime të tepërta, për shembull duke shkuar shpesh në tualet, mund të ndërpresin ciklin natyror të gjumit të moshuarit, citon Sleep Foundation. Shmangni ngritjen e tepërt gjatë natës pa qenë e nevojshme. Nëse nuk doni që kjo të ndikojë në aktivitetet tuaja të cilësisë së gjumit, atëherë duhet të tregoheni më të vëmendshëm në atë që bëni. Përdorimi i medikamenteve për gjumin pa këshillën mjekësore mund të jetë një arsye pse ju vuani nga problemet e pagjumësisë. Disa të moshuar përdorin medikamente për gjumin pa ndjekjen e këshillave mjekësore. Nuk bëhet fjala për ato të cilat janë në mënyrë natyrale, por ato të cilat blihen në farmaci, që mund të përkeqësojnë çrregullimet e gjumit dhe të krijojnë varësi ose efekte anësore. Përdorimi i bimëve natyrore nuk krijon varësi, nëse përdoren si duhen, ato mund t'japin zgjidhje natyrale
edhe për cilësinë më të mirë të gjumit, citon Step to Health. Gjumi ndryshon me moshën, por shumë probleme që shfaqen nuk janë në pjesë normale e plakjes. Shpesh, ato shkaktohen nga zakonet të gabuara që, me kalimin e viteve, dëmtojnë në shëndetin fizik dhe mendor. Ja gabimet më të shpeshta sipas Sleep Foundation që mund të bëni dhe po ju prishin cilësinë e gjumit. Orari çrregull i gjumit. Një nga gabimet më të mëdha që bëjnë të moshuarit është mosmbajtja e një orari të qëndrueshëm për të fjetur dhe për të zgjuar. Shumë flenë herët në mbrëmje, vonë natën tjetër ose bëjnë një gjumë të gjatë ditës. Kjo ngatron ritmin biologjik të trupit i cili kontrollon hormonet e gjumit melatoninën. Pasojat e këtij çrregullimi janë vështirësia për të fjetur gjatë natës, zgjimet më të shpeshta, lodhje gjatë ditës, rënje përqendrimi dhe kujtesës. Të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni në të njëjtën orar çdo ditë edhe në fundjavë është zgjidhja që keni nevojë. Gjumi tepër gjatë ditës mund të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e cilësisë së gjumit të natës. Shumë të moshuar flenë shumë gjatë ditës, shpesh mbi 1 deri në 2 orë gjumë, sidomos pas dite. Edhe pse një dremitje e shkurtër mund të jetë e dobishme, gjumi i gjatë ul nevojën për gjumë të natës, shkakton pagjumësi, fragmente të gjumit gjatë natës, mund të ndikojë në ciklet e gjumit, në zgjimet e shpeshta gjatë natës dhe të zgjidhni edhe të konfuzoheni pas zgjimit. Zgjidhja e vetme është, nëse fle gjatë ditës të jetë jo më shumë se 20 deri në 30 minuta, dhe kjo jo pas orës 15, pasi mund të ndikojë në ciklet tuaja të gjumit dhe të shkaktojë gjithashtu edhe probleme me gjumin gjatë natës. Përdorimi i ekranit përpara gjumit mund të ndikojë në cilësinë e tij. Televizori, telefoni dhe tableti përdoren shpesh deri në momentin e fundit para gjumit. Drita blu nga ekrani bllokon prodhimin e melatoninës, mbron trurin edhe e mban atë në një gjendje të zgjuar dhe vonon fjetjen. Pasojat e përdorimit të ekranit përpara gjumit janë fjetje e vështirë, gjumë më pak i thellë dhe lodhje kronike. Për të zgjidhur këtë problem që të mos ndikojë në cilësinë tuaj të gjumit, duhet të dini këto hapa. Të shmanget ekrani të paktën 1 orë përpara se të shkoni për të fjetur dhe të zvendësohet me aktivitete qetësuese si leximi ose muzika e lehtë në sfond. Konsumi i kafeinës dhe alkoolit në mbrëmje mund të shkaktojë probleme me cilësinë e gjumit. Shumë të moshuar nuk e dini që kafeja, çaji i zi, pijet energjike, madje edhe çokoladat mund të ndikojnë në gjumin edhe pas 6 deri në 8 orë pa ndërprerje. Alkooli, edhe pse mund të shkaktojë përgjumje fillestare, prish ciklin e gjumit dhe rrit gjithashtu zgjimin gjatë natës. Pasojat e pirjes së tyre janë gjumi fragmentuar, zgjime të shpeshta, rrahje të shpejta të zemrës. Të shmanget kafeina pas orës 14 dhe alkooli në mbrëmje, në mënyrë që këto të mos ndikojnë në cilësinë tuaj të gjumit. Përdorimi i shpeshtë i ilaçeve për gjumin pa këshillat e mjekut mund të jetë një tjetër çrregullim që mund të ndikojë në cilësinë e gjumit. Disa të moshuar përdorin rregullisht ilaçe për gjumin, sidomos qetësuesit dhe preparatet natyrale. Pa kontrolle mjekësore, këto mund të krijojnë varësi, marramendje, rrezik për rënje dhe për kujdes i kujdesës. Çdo medikament për gjumin duhet të përdoren vetëm me rekomandimin nga mjeku dhe për një periudhë të shkurtër. Për periudha të gjata ato krijojnë komplikacione. Krijoni ambiente të përshtatshme për gjumin dhe evitoni ato që janë të papërshtatshme për ju. Dhoma shumë e ndriçuar, e zhurmshme ose e ngrohtë bën që gjumi të jetë më i vështirë. Pasojat e këtij janë gjumi i cekët, zgjime të shpeshta, ndjenje lodhjes në mëngjes. Zgjidhja për t'i dhënë në fund këtij problemi është që dhoma e gjumit duhet të jetë e errët, e qetë dhe në temperaturë të përshtatshme për trupin. Gjumi i dobët nuk është i pashmangshëm me moshën. Shumë probleme vijnë nga zakonet e gabuara që mund të korrigjohen. Duke përmirësuar këto zakone, të moshuarit mund të flenë më mirë, të kenë më shumë energji, të përmirësojnë kujtesën dhe të ruajnë shëndetin mendor. Gjithashtu është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj nëse vuani prekosh nga këto shqetësime të gjumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.